Allahun Azza wa Jalla e falenderojmë, salavatet dhe selamet i dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij festik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahun Azza wa Jalla për mirësitë dhe begatitë e mëdha që i ka ky muaj i bekum. Falenderojmë Allahun Azza wa Jalla që është duke na mundsuar që të shijojmë mirësitë dhe begatitë e këtyre ditëve të fundit. Atë që du me thonë si këshill para se me anis dersit të sodit është që prej sonte nis falja e namazit të natës. Prej orës 12 do të ketë edhe të xhamia i Savegit, që do të thotë na mbesin edhe 10 net të Ramazanit. Edhe 10 net të Ramazanit. Që në e ban me dije se këto 10 net muslimani duhet të bëhet më i fortë në ibadet, duhet të shton ibadetet e jo të nis me ulodh. Në fatkeqësisht startin, fillimin e kimi të fortë, e ka mesi ka uzbe, e ka funi jetë pa hiç. Përkundrazi, 10 net të fundit të Ramazanit duhet që ibadetin me shtu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 10 net të fundit, thot Aisha radhiyallahu anha, kana yashuddu mizarahu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 10 net të fundit ju largoj ke shtëpisë, ju largoj ke grave, ju largoj ke punëve të dunjos. Edhe çka bëj ke ibadet Allahun subhanahu wa taala. Shtoj ke adhurimet. Zakonisht të mshel ke në xhami, 10 net nuk dil ke prej xhamis. Aty hajke, aty pinke, aty bëj ke ibadet, lexoj ke Kur'an, bëj ke dua. Vetëm për ta shfrytzu këtë kohë që është shumë pak e cila ka mbet nga Ramazani. Allahu Azza wa Jall në net të fundit të Ramazanit liron robët e vet nga zjarmi i xhenemit. Dhe na këto ditë të fundit që na kanë mbet, duhet të shndrojmë në ditë produktive. Në ditë ku do të bëjmë na ibadet Allahun subhanahu wa taala. Ku do të adhurojmë Allahun Azza wa Jall. Ku fundi që na ka mbet edhe pak do të mundohemi që ta bëjmë fundin, ta bëjmë misk. Fundin ta bëjmë do të kapakin takimi ka e mira, ka hajri, e të shpresojmë mirësitë, begatit dhe lirimin e Zotit nga zjarmi i ashpër dhe i vrasht i xhehenemit. Sot me lejnë Allahun subhanahu wa taala do të flasim për kaumi Yasin. Do të flasim për kaumi Yasin. Populli i Yasinit. Dhe për këtë shkak Suretul Yasin që është në Kur'an e ka marrë emrin Yasin shkaku se ky popull përmendet në këtë sure. Tregimi i këtij populli se çka ka ndodhur me ata dhe si ka ndodhur përmendet në Suretul Yasin. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala, "Wadrib lahum mathalan ashab al-qaryati idh ja'aha al-mursalun." Thot o Muhammed, o i dërguari i Zotit, kallëzovo ummetit tënd. Baja me di ummetit tënd. Na jemi ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe duhet me abo me di njëri tjetrit tregimin e popullit të Yasinit. Ashabel qaryati, tregovu për popullin e atij vendit, atij qytetit. Idh ja'aha al-mursalun, kur atynve ju erdhën pejgamber. Kur kaumi Yasinit i erdhën pejgamberët. Mursalun, shumë pejgamber. Thot Allahu Azza wa Jall, idh arsalna ilayhim ithnayn fakadhabuhuma fa'azzazna bi thalithin faqalu inna lakum mursalun. Thot Allahu Azza wa Jall, na tynve u dërguam 2 pejgamber. E atynve si u banën ball 2 pejgamber. Nuk ju dilshin, zvamushin sinin. Të gjithë popujt tjerë mjaftoi ke përmendja një pejgamberit, dërgimi një pejgamberit. Këtynve thot Allahu a çum 2 pejgamber. Fa'azzaznahum bi thalith. Edhe e çum edhe të tretin. E çum edhe pejgamberin e tretë. Faqalu inna lakum mursalun. E këta të tretë bashkë thanë,
O ju njerëz, na jemi pejgamber të Zotit të jo. Neve Allahu na ka thënë pejgamber të jo. Neve Allahu na ka thënë pejgamber të jo. Qaumi Yasin është popull i cili ka jetuar në pjesën e Antakisë. Sot e sot Antakia dit ka i bje, e cila Antaki më herët ka qenë pjesë e Biladus Sham, sot është pjesë e Turqisë së sodit, që i bjen agjilerët që kanë shku në haqë e din fort mirë ka i bje Antakia, para se minë kufinit Siris, thot ka Iskenderuni, aty afer të të qajë si pjesë i Nahi, thirët pjesa e Antakijës. Ky popull ka jetu në Advent, i cili popull ka pas një mbret, i cili mbret ka qenë zullumqar i biri zullumqarit, i cili ka qenë zullumqar i biri zullumqarit. E Allahu Azza wa Jall i qoj të ky popull dy pejgamber së bashku, që me thirë këtë popull me adhuru Allahun subhanu wa ta'ala. Nuk kërkoshin për tëmve agjerim, nuk kërkoshin namaz, e as zeqat, e as haq, e as dë një obligim tjetër. Ju thëshin atëmve, o budullaha, ma nekum min ilahin gajru. Ju thëshin atëmve, o budullaha, ma nekum min ilahin gajru. Adhuron Allahun Azza wa Jall. S'kini nevoj për zotra tjerë. Ka që kërkojnin për atëmve? A është diçka shumë me tonë dikush adhurej Allahun, edhe largohu dhe shmangu nga shirki dhe kufri, pa të obligu diçka tjetër dhe më të madhe? Jo vallaj, asgjë nuk është kjo. Kjo është çështja më e lehtë që ka mundësi një njeri ta kërkon nga një njeri tjetër. E të mos flasim kur Allahu i çon dy pejgamber, e kur i sheh se dy nuk mjafton, e çon edhe të tretën me një vend, me një popull, që ndikimi të jetë më i madh tek ata. Që ndikimi të jetë më i madh te ata. Thot Allahu Azza wa Jall, qalu ma antum illa bashar. Than ata, ju jeni njerëz. Ju than pejgamberve, ju jeni njerëz. Çka keni me na fol neve për adhurimin e Zotit? Çka keni me na fol neve ju diçka tjetër që na nuk e dim? Me konë që ti shikon me laqe, hajde, hat fjalla dyqis sepse jeni krijesa, o të bërë bataria të reja, o të bërë lene muhabetin, bataria të reja, bataria të reja bërë. Ju, me konë që do të kishi qenë me laqe që kini ardhë prej qelit, hajde, diçka tjetër, ju jeni njerës të thjesht si kur na. Pse jo me na thirë me një fej, me një besim që është ndryshe prej asaj që na e dim? Pastaj thot Allahu Azza wa Jall, wa ma anzala ar-Rahmanu min shay'in in antum illa tukadhibun. Than Allahu Rahmani nuk ka pru ndonjë argument prej qelit se ju jeni diçka të veçantë dhe ndryshe prej asaj që jemi na. Allahu than nuk ka pru ndonjë argument prej qelit që dëshmon se ju jeni pejgamber, se jeni ndryshe prej na. In antum illa tukadhibun. Ju than pejgamberve, ju jeni rrenca. Kini ardhë me na rrejt, me na mashtru. Shërni qëfar vezvese ju bone shejtani këtimve. Qëfar fitne ju bone. Ju tha ma si s'jam pejgamber, mos vamir një lafin. Që ta ban me dije një send që Allahu Azza wa Jall njerëzve për me babu fejnë më të qartë, më të lehtë, ka dërgu pejgamber që janë gjak dhe mish sikur që janë ata. Dhe për këtë shak Allah e kalon liq që udhën e pejgamberve me vazhdu lemaja, me vazhdu hoxhalart. Pse? Sepse të jenë të barabart. Për me babu me dije se pasi që kanë mundësi ulemaja me ditë dhe me praktiku, të cët janë prej mishi dhe gjaku, ka mundësi edhe ju të tjerë të cët nuk jeni ulema, me praktiku dhe zbatu fejen, sikur që e zbatojnë ata. Që të mos vjen dikush në ditën e gjykimit me thonë, o Zot, pa ata me laqe kenë, sikur të kishin qenë me laqe, e kam pas letë mu bot mirë, po na që imi kon njerës
që kemi pas nefs, që kemi pas familje, që kemi pas ndjenja, emocione, na e kemi pas mashtir, për kesha ka edhe banëm gjunohe. Neve mashtir na mashtron dikush tjetër. Për kesha ka Allah Azza wa Jalla kalon liq që në mesin e njerëzve me dërgu pejgamber nga lloji i njerëzve. Që të mos jenë ndryshe nga ata, e askush që të mos ketë arsye në ditën kur do dalin para Allahut subhanahu wa taala. Qalu rabbuna ya'lamu inna lakum lamursalun. Ata thanë Allahu e din, Allahun e kemi dëshmitar, na jemi pejgamber dërguar te ju. Na jemi pejgamber dërguar te ju, e Allahun e kemi dëshmitar për këtë. Ajo është argumenti më i fortë i joni se na jemi pejgamber të Zotit, që Allahu na ka thënë te ju. Që Allahu na ka thënë te ju e juve mua thonë një fjalë të mirë e të khairit. Wa ma alejna illa al-balagul mubin. Than neve Allahu Azza wa Jall na ka urdhëruar që të bëjmë belag. Mubin. Shëni vetë fjala belag është sqarim. Belag është që dikujt me ja përcjell një fjalë, një argument, një çështje, të marrësh dhe t'ja çojsh aty ku duhet dhe si duhet. Allah thot belag mubin, kështu ka thonë këtë pejgamber. Sqarim të qartë, pa mjegulla në te. Na jemi pejgamber që Allahu na ka thënë juve me u sqaru fen në formë të qartë, kuptueshme, mubin që a ban juve bejan, sikur që dita e ban bejan natën, ashtu na kemi ardhur me abu bejan juve fen, që mi nxjerr prej terit të qufrit dhe dalaletit në dritën e imanit dhe besimit në Allahun subhanahu wa taala. Kjo është puna jonë. Pse e thanë këtë fjalë? Pse Allah e përmend këtë? Shkaku se ata nuk kërkanin asgjë nga ata nga të mirat e dunjos. Që ma vonë do ta përmendmi, do të në vazhdim tregimit se si do të zhvillohet kjo ndodhi me kaumi Yasin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Ato thanë na ja nisëm me pas frikë për juve. Kini nisë me na e prish rejnë. Le illam tantahu, nëse nuk ndalni me fol, nëse nuk e ndërprejni punën që jeni duke bo, lanarjumannakum. Thanë na, kina me ju gurzu, kina me ju rrej, kina me ju privu. Sepse ata e dinin prej ummeteve para timve që janë konë, se çdo pejgamber që ka ardhur te populli i vet, që ja ka sqaru imanin në Zot, kur ata se kanë besu e kanë ditë se vjen helaçi prej Zotit. E këta çka thanë, sa s'kan nis këta me fol hakin dhe të vërtetën, hajde hupni pikë këto, se si ta kallëzojnë e nëse besojmë, na vjen masani dënimi i Zotit. Shihni çfarë logjike. To e ditë se ai që se pason hakin dhe të vërtetën i vjen helaçi dhe shkatrimi i Allahut, në vend sa me pranu të vërtetën, këto thanë pejgamberve, hopni prej këto, se nëse nuk ndani të fol, kina me jo rej. Edhe qka, wala yamassannakum minna azabun alim. Thanë, vallahi, ka me ju gjitë se qka ka me ju gjitë prej neve. Kina me ju bu copa, helaq kina me ju bu. Kina me ju bu copa, do t'ju bëjmë helaq. Subhanallah, kështu edhe ndodh deri në ditën e sotme. Njerëzve që si ku vendon haki dhe vërteta, çka bëjnë? Tamam i marrin erë. Tamam i janisin mi marr erë, se e mira dhe haki ka me nisë mu shpërnda, çka bëjnë? Thënë ndale mu s'fal. Ndale mu s'fal se na e prish rejnin. Na e prish interesat. Njerëzit kanë mu përmisu e masani kanë me ditë se na çka kina bo. Fatkeqësisht, në gjitha gjuhët, ky arsjetim dhe ky luftim i hakit dhe të vërtetës vazhdon deri në ditën e Kiametit. Kështu ndodh edhe me jo muslimat ndaj Islamit. Tamam një popull nis mu drejtu, nis mu përmisu ka hajri dhe vërteta, çka ndodh? Ja çojnë një luftë.
ja çojnë një fitne, ja çojnë një sherr, shkaku se nuk kanë qef që njerëzit me kuptu dhe mu kthi ka haki dhe ka e vërteta. Nuk kanë qef që njerëzit me përfatsu dhe me përqafu islamin hak dhe të vërtet. Pejgamberi që Allahu i dërgoi të ki popull përmendën në 3 emra që i përmend Ibn Kathiri në tefsirin e tij. Emri Sadiq, emri Saduk, edhe emri Shelum. Edhe emri Shelum, disa kanë thonë ki Shelum e ka pas emrin Bulis, por megjithatë atë që du me thonë, këtë nuk ka me rëndësi emri, që atë është me rëndësi se historia islame i ka shënu këto tregime në detaja dhe një mësi, derisa emrat e këtynve pejgamberëve përmenden dhe dihen nga ana e dietarëve. Thanë pejgamberët qalu ta'irukum ma'akum. Thanë pejgamberët ta'irukum ma'akum. Thanë e keqa qoftë me ju. Sheri qoftë me ju, jo me neve. Na s'kemi sher. S'kemi kur gjohë sher. As plan të keq nuk kemi. Na për juve nuk kërkojmë as gjohë më tepër për pas se me adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala. E in dhukirtum bel entum qaumun musrifun. Thotë e masi që na juve u kallëzum hajrin dhe të vërtetën, vallahi edhe ju se pranojni, dijeni se jeni popull mastravgji. Jeni popull që keni qef me teprun të keqe. Edhe për këtë shkak shpeshherë Allah azza xal mastrafin në Kur'an e përmend si shenjë kur njeri e tepron të keqe. Për këtë shkak mastrafi emërtohet edhe çka kur njeri edhe parën e vet e harxhon pa nevojë. Kjo është harxhim të keqe. Masraf është me harxhu parën edhe në buk me blej sa s'ban. Është e keqe harxhimi i parës në të keqe. Dhe kjo bëhet më haram. Dhe kjo më bëhet haram, për këtë çka sheriati i ka ndaluar çdo herë ato që janë, do të thotë në të keqe shumë pak, edhe në të keqe shumë e teprume. Për këtë çka Allah azza xal e ka ndaluar kopratësin me konciciash dërshtërëngut, sepse kjo është më tepër. Por e ka ndaluar edhe mastrafin, qoftë ajo edhe në halal. E shpeshherë në Kur'an mastrafi përmendet edhe për kufër dhe dalalet. Për këtë çka këto pejgamberët i thanë, bel entum qaumun musrifun, ju jeni popull i cili ban mastraf dhe tepron të keqen dalalet. E tepron në keqe dhe në dalalet. E këto kur ju thanë kështu pejgamberët, se ju jeni popull i keq, se jeni të tepron të keqe, këto thanë, na kina mi mit të pejgamber, kina mi vra. Sa se kanë shpjegu fejnë krejt, sa s'kanë mrit e këtë njerëzit, sa s'u ka bo dikush musliman, sa s'u ka uzu dikush, ma shpejt t'i eliminojmë këta 3, edhe na të bo me rahat për këtimve. Ma mirë na i mismi 3, se sa masanit na dale pun me 100 të mirë. Që ta rujmë na rejthin tonë të keq, t'i rujmë na interesat e tona, çka bëjmë? E i vrasim këta 3 pejgamber, dhe na rim rahat nga ata. Thot Allah azza jalla wa jaa min aqsa al-madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'u al-mursalin. Thot Allah azza jalla dhe erdh një njeri min aqsa al-madinati, nga fundi i qytetit, i cili kishte pranu islamin, i cili kishte pranu thirrjen dhe davetin e këtyre 3 pejgamberëve. I cili kishte pranu davetin e këtyre 3 pejgamberëve. E ai erdh në mes qytetit dhe tha: "O ju njerëz, ittabi'ul mursalun, pasojni pejgamberët. Bëni tabi këtyre pejgamberëve. Pranojni ftesën dhe thirrjen e këtyre. Sepse këta nuk janë njerëz që kërkojnë për juve dunjo, por se janë njerëz që juve ju thrasin në fej, në iman e në islam." Ky djalosh thuhet që ka qenë usta, zanatçi, që ka qenë besimtar i mirë dhe i devotshëm, që ka qenë edhe tradit e përparshme të ne, që ustallarët
kanë qenë njerëz devotshëm dhe të mirë dhe kanë qenë të drejtë dhe janë mundu me qenë të drejtë ndaj të gjithëve. Ky djalosh e ka pas emrin Habib. E ka pas emrin Habib, e përmend historia emrin e tij, i cili ka qenë nga banorët e atij qytetit. E ky tha bas qytetarëve të vet, që e njefshin dhe e njifke kje. Thuj që ka qenë Kovaç, do e përmendin që ka qenë djalosh i cili ka lidh kërpesh, ka ndreq kërpeshat ato të ndryshme, tërkuza dhe kështu me radhë. Me rëndësia që është se ky djalosh ka qenë ustaz zanaxhia konën. Edhe vjen me atë modestineve, drejtësineve që njerëzit e kanë njohur dhe kanë ditë, ju thotë oje njerëz, pa një tabi këtinve pejgamberve. Këta s'po lipin prej teje dunjo, për juve as dunjo, as ndonjë pasuri, as ndonjë interes nuk kanë. Vetëm kanë qef që ju ta besoni Allahun azza wa jall dhe asgjë më tepër. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Thot pasojni pejgamber të cilët juve nuk ju kërkojnë parë wa hum muhtadun, dhe janë njerëz që juve ju udhëzojnë ka rruga hajrit dhe vërtetës. Wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Tha ky djaloshi, çka është puna juve? Pse mos me adhuru Allahun azza wa jall, i cili na ka kriju me natyrë të pastërt, na ka kriju me fe të mirë, me zemra të mira. Wa ilayhi turja'un, shini prapi kthen të ahiretit. Thotë dhe mos haroni se kini mukësi të Allahu, mos haroni se kini me vdek dhe kini me dhonë llogari te Allahu për të këqijat që jeni duke i bo, sepse të këqijat nuk janë që mbarojnë vetëm këtë dunjo, por se për të këqijat do t'jepni llogari te Allahu edhe në ahiret. Edhe në ditën e gjykimit pra largohuni, sepse të këqijat i kanë pasojat e veta. Ittabi'u attakhidhu min duni aliha in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni shafa'atuhum shay'a wala yunqidhun. Këshini çka i tha? Tha, çka mendoni? A edhe une t'i adhuroj idhu që ju adhuroni? E masanej të më vjen dënimi Allahut? Sepse çka i than ata? I than, o Habib, nëse nuk ndalësh të fol, kina me të vra, kina me të myt. Dhe vrasja e Habibit është vrasja që përmendet më e keqa në historinë e njerëzimit. Thuhet që Habibin e kanë marrë, dhe për çdo herë që i kanë thonë largohu prej fesë, ja kanë prej një copë të trupit. E masane i kanë marrë copë, ja kanë shkel me kam, para syve të vetë. E masane çka ndodh? Ju kanë lëshu krejt për më njerë. Se cili me kanë i të mshume, e kanë bo apet copa. E mas e kanë bo apet copa, apet kanë nizë që me lujt, mi shkel dhe mi nënçmu pjesë të trupit të Habibit. Thuhet disa dietarë dhe përmendin se kjo është vrasja ma e keqe në historinë e njerëzimit. Këtë vrasje sot e bëjnë edhe shijat në Siri. Njëjtë edhe ato dushman qafira, të njëjtën lloj të vrasjeve e bëjnë mbi fëmijët. Marrin fëmijët e muslimanëve, i presin dhe i bëjnë copa e kaçita. Fëmijët pa fajshëm. Thot nuk keni pa në historinë e njerëzimit njerëz më të egër, njerëz më të poshtër, njerëz që kanë ditë me në përkom gjakin e muslimanëve sikur se këta njerëz. Edhe Habibin çka e mbytën, e nënçmun edhe mas mbytjes, nuk lishin që mu largu gjenazja e tij, por çka kishin qef mungi me çkelmen dhe nënçmimin e trupit dhe pjesëve të trupit të Habibit rahmetullahi alej. Inni idha lafi dalalin mubin, inni rabbi waj'alani min al-mukramin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un, falni. Tha unë e kum besu në Allahun, dëgjoni, pasojni fjalën time. E pastaj Habibi, masi që ata e mytën dhe e vran, Allahu azza wa jall tregon fjalët e Habibit në xhenet. I përmend Allahu azza wa jall në surën Yasin fjalët e Habibit masi që hin në xhenet. Thot Allahu azza wa jall, qila udkhulil jannata qala ya layta qaumi ya'lamun.
I tha Allahu azza xal Habibit, hin xhenet o Habib. I tha Habibit, o Habib, hin xhenet. Se bone sabër dhe mbrojtë hakin dhe të vërtetën. Bone sabër dhe mbrojtë hakin dhe të vërtetën. Kush është prej sahabëve të pejgamberit që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë është sikur Habibi? Njëri prej sahabëve e ka bërë të njëjtën punë që e ka bërë Habibi rahmetullahi alayh. Urwa ibn Mas'ud. Urwa ibn Mas'udi, shok i dashur i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, djalë i ri. Thotë ja Rasulullah, ka me shku në Qabën, midis Qabës. Edhe mushrikëve të Qabës ka mi ju thonë që ta besojnë Allahun edhe ka me vasha putat idhujt që i kanë. I tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, o Urwa, tha, kanë me të vra. Tha Rasulullah, tha shahid shkoj, s'kam çka hupi. Subhanallah. Thot shahid shkoj, s'kam çka hupi. Kishin një çfarë matematike ka. Shkon Urwa në midis Qabës. Hin midis Qabës. Thot, qka për adhuroni latin? Qka për adhuroni latin? Kur s'ka lat? E qka për adhuroni uzën? Kur s'ka uzë? Këto di idhuj, puta që i kanë adhuru mushrikët e Mekës. Qfar idhuj janë? Njoni akon femër, tjetëri akon mashkëll. E s'kam pas kur gjot vizatum të organet gjenitale. Thot për adhuroni një mashkull që se ka organin e mashkullit. Për adhuroni një femër që se ka organin e femrës. Çfarë zotra janë këta? Si kini tamam as me të ndreqme, mos folmin për mi adhuru. Mushrikët e Mekës, kur e ndëgjun se njerë doja nisën me kru kryt. E ki pa dë njerë dikuja ka dhënit vërtet. A i zdon me besu e ma nisë me kru kryt, i bje gjitoni ka pak. Ja nisë me tek, i thot ki e pas ka tamambe, po na qish me abosh tash. Edhe ato ja nisën me kru kryt Mekës. Ato mushrikt. Qka banën që mos me vazhdu, e po dikush mus pa bot musliman, mledhen mushrikët e Mekës edhe im shumë kitë për më njerë me shpata. E mbytën Urwa ibn Mas'udin. Pse për më njerë? Kjo shile me vite, shumë vete ka labadhëk, që kur kujt mos me alon fajn. Së me thonë, jo, unë s'kesh, plot kena, të su mirë ke vesh, ku shke? E tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Urwa, tha është sikur se Habibi te kaumi Jasinin. Kaumi Jasini e murën Habibin e mbytën, e vrajtën, e nënçmun gjenazën e tij, e Allahu azza wa jall çka tha në fund? In kanat illa sayhatan wahida fa idha hum khamidun. Thot Allah azza wa jall nuk dërgoj ushtri prej qiellit, nuk dërgoj shumë njerëz, shumë melaçe prej qiellit. Tha Allah azza wa jall, dërgoj Xhibrilin alayhis salam dhe i tha, o Xhibril, shko tek i popull zullumçar. Edhe çka? Bënë një piskam të madhe. E kur Xhibrili e boni atë piskam të madhe, kur e boni Xhibrili alayhis salam, çka? Mbetën trupat pa shpirt. Trupat në momentin piskamën e parë, sa e kanë dëgju piskamën e Xhibrilit, thot çka kanë mbet pa shpirt për më njerë. E Allahu i la trupa pa shpirt dhe u amur shpirtin për njerë që të gjithve. O vëllezër, mësimi nga ky tregim, ose çdo herë kur njeriu e refuzon hakin dhe të vërtetën, është shumë afër shkatrimit dhe helaçit. Shkatrimi dhe helaçi Allahut azza wa jall, dënimi i tij nuk vjen për më njerë. Shqoni, shkatrimi nuk vjen edhe çdo herë me të madhe, kajherë vjen me të vogël. Kajherë dikush e mohon hakin dhe të vërtetën, Allahu e shkatron me pasurijat. Allahu atë e shkatron me shëndet. Allahu atë e shkatron që e çon dikan dhe ja merr në përkom ftyrën. Allahu e shkatron atë që ja çon e vladin haram e të keq.
E shkatron atë që e ban njeri të nënçmum, njeri pa vlerë, njeri që s'ka pesh dhe njerëzit e urejnat. Shkatrimi Allahut është shumë forma. Na lusim Allahun Azza wa Jall që të na ban nga ata që janë tullzum, që të na erun imanin, që të na erun islamin, që të na erun besimin, që të na ban nga ata që e dojnë hakin, që e pasojnë hakin, që e dojnë të vërtetën, që e pasojnë të vërtetën, e të na erun nga helaçe dhe shkatrimi i tij. Lut Allahun Azza wa Jall që të jap sabër dhe durim gjithë besimtarëve që agjerimin ta kalojmë kështu deri në fund. Lut Allahun Azza wa Jall që të shpërblen me të mirat e tij të panumërta, që keni sabër dhe durim, që me ndejtë bashku me neve, walhamdulillahi rabbil alamin.